Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takojmë me të pashoj si çdo të mërkur. Në fakt sot do të flasim për aktualitetin politik, marrshkas edhe nga dita e sotme, ku kishte një veprimtari të shtuar, po themi kështu, nga radhët e drejtësisë, për shkak se gjykata e posaçme ka kaluar tashmë për gjykim dosjen në ngarkim të ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij, ish-deputete njëherësh Monika Kryemadi dhe të tjerëve në këtë dosje, dhe nga ana tjetër, po ashtu SPAK ka kaluar për gjykim edhe dosjen për inceneratorin e Tiranës në ngarkim të ish numrit 2 të qeverisë, tashmë jo në territorin e Shqipërisë, por siç e quan drejtësia në kërkim Arben Ahmetaj. Për këto, por edhe për garën që po zhvillohet për të zgjedhur pasuesin e Ilir Prodës në krye të policisë së shtetit, por edhe çfarë bëhet në terrenin poshtë të opozitës dhe perspektivës së kësaj të fundit për të mposhtur regjimin e Ramës, sikurse e cilësojnë. Unë kam kënaqësinë kem të ftuar në studio Lefter Malishin, ish-deputet Kuvendit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Shëndetje dhe kënaqësi. Tani sot po themi një ditë simbolike për forcën në të cilën aderon. Kalon tashmë për gjykim dosja për 2 njerëzit më të rëndësishëm të forcës tuaj. Prisni drejtësi në këtë proces, si e parashikoni se do të shkojë? E para njerë e kam thënë që në fillim, që në momentin e arrestimit që u bë zotit Meta, që çdo gjë ka qenë e orkestruar dhe me urdhër të Ramës. Filmimi ka qenë me urdhër të ish-ministrit keqpërdorur Ervin Hoxha, dhe ish drejtori të përgjithshëm dhe ky i keqpërdorur dhe i flakur nga Rama Proda, të cilët e filmuan te Casa Italia në një hotel mënyrën e arrestimit me bujë, antikushtetues, antiligjor. Nuk është nevoja t'i komentoj sepse kam qenë drejtues policie dhe di shumë mirë se si veprohet në raste të tilla, por që ishte një show, se Rama e ka zakon që i bën këto show për tërhequr edhe vëmendje, por edhe për presion. Gjithnjë kur është në hall, është aktrimi i tij, propaganda e tij e me radhë, dhe këtë e bëri për t'i treguar opozitës që unë kur ja bëj një ish kryeministri një veprim të tillë dhe një ish presidenti, nuk pyes më për ju, sepse është i lidhur keq me krimin, me karrige, me oligarkin, me bandat e me radhë. Kështu që çdo gjë e bërë ndaj zotit Meta është drejt për drejt me urdhër të zotit Rama, deri dije edhe të Sorosit. Si, edhe kjo që po ndodh tani, procesi gjyqësor që vazhdon? Sigurisht, me fjalë janë vetëm Pse Rama e komandon drejtësin? Sepse qëllimi i tij ka qenë dhe mbetet ndër vite shkrirja e forcës politike LSI, sot Partia e Lirisë. Ja arriti. Dhe deri në një farë mënyrë e ka coptuar pak a shumë për shkak të arrestimit të zotit Meta për një vit e gjysmë para burgim. Tani gjithë shqiptarë duhet ta dinë që zoti Meta dhe kur ka qenë në detyrë, është thirrur në prokurorit përgjithshme, madje mbaj mend që në 96-ën nuk është tremur asnjëherë timit dhe e ka respektuar drejtësinë, madje është thirrur dhe në SPAK disa herë për çesdian e me radhë dhe është paraqitur. Në daljet e tij të fundit thoshte që kam informacion nga rilindja e famshme që duhet të braktis Shqipërinë sepse do më arrestojnë, pra presionet që i çonin, dhe Meta asnjëherë nuk u largua drejtësisë. Tani, çfarë mund ta pengonte Metën që ai të ishte në një mas tjetër, detyrim paraqitje apo arrest shtëpie, ndërkohë që ai asnjëherë nuk ka asgjë për të fshehur, ka ikur në detyra ka vite, sepse nuk ka akuzohet as në kohën që ka qenë president, por akuzohet më përpara, dhe nuk ka asnjë mundësi me fjalë as për të ikur, as për të fshehur e me radhë, sepse po të ishte për të ikur, kishte ikur edhe kur e paralajmëruan. Tani kemi me 2 standarde. SPAK-u kërkon heqjen e imunitetit dhe arrestimin e zonjës Balluku, vetë Dritan Premçi që ka thënë rrezikon deri në 35 vjet, ndërkohë që sot thoshin për zotin Meta që rrezikon deri në 10 vjet në paraburgim. Me fjalë imagjino se çfarë ndodh, pra Rama mbron me fjalë këtë do dhe kush e man peng dhe kush i bën presion, dhe me fjalë lëshon njerëzit e tjerë të cilët janë pengesë për karrigen e tij. Për shembull, në reagimin e tij të sotëm, Ilir Meta deklaroi ose më saktë ftoi gazetar, diplomat akredituar në Tiranë për ndjekur nga afër procesin, sepse tani do të nis zbardhja e së vërtetës. Tani kur ai besoj ka të njëjtin mendim si ty, sepse edhe e ka shprehur për drejtësinë,
atëherë pse lodhet kot, çfarë të vërtetë do nxjerr, nuk do triumfojë e vërteta nëse e marrim për mirë qenë. Sepse ai thotë që gjyqet tani duhet të jenë të hapura, media duhet të jenë aty dhe të tjerë, dhe ta dëgjojnë me fjalë për çdo gjë pretendim të prokurorisë, pra të prokurorit aty dhe të para trupit gjykues, pra ai të nxjerrin ato të vetat. Edhe unë që kam pas në disa kontakte, meqense kam bëror juridikun, kam qenë drejtues policie, kam pas disa kontakte me avokatin Cakani, por dhe me ish avokatin Gjo Kutaj, e kam pyetur me detaje për akuzat që janë, dhe ata janë avokatë të Mirfield, dhe më ka thënë janë thjesht akuza politike dhe përfolje publike. Me fjalë nuk ka asgjë të provuar. Por ne jetojmë në Shqipëri, para burgimet zgjasin edhe 2 vjet dhe 3 vjet, me fjalë, dhe këto janë thjesht për ta mbajtur ende në izolim për karrikën e vet zoti Rama, por unë besoj dhe shpresoj që faktet do dalin në dritë, të paktën për mediat, për publikun, dhe e vërteta do zbardhet. Sepse kemi një drejtësi me 2 standarde për momentin, ndërkohë që kemi edhe një qeveri e cila pengon edhe drejtësinë në rastin konkret, kështu që unë besoj dhe e kam një bindje totale me aq sa e njoh zotin Meta, sepse është e thjeshtë fare. Nëse Meta ka bërë krim apo vepër penale, shumë mirë mund të ishte i lirë, arrest shtëpie, po me vendim të fonds mund të dënohesh 1 vit, mund të dënohesh 2 vjet, apo dhe i pafajshëm, kështu që këto janë veprime. Pse Rama tani thotë që janë 3.000 ca vetat para burgosur, 2.000 janë të burgosur, hetimet dalin edhe të pafajshëm gjatë hetimit, pra i mbajnë. Mos harrojmë një gjë që paraburgimi ka kushtet më të vështira se burgu. Pra burgu është më ndryshe, ka kushte edhe më të tjera, madje edhe unë, si qytetar i thjesht, kam drejtë të takoj të burgosurin, kurse në paraburgim nuk ke të drejtë të takosh përveç familjarëve, dhe këta kanë penguar dhe deputetët. Pra imagjino çfarë masa ekstreme vurin ndaj Metës. Meqense kam qenë zëvendësor i përgjithshëm i burgjeve, kam vajtur në burgun e Bëmçës dhe kam pyetur për Fatosnanun. Me fjalë takimet i kishte lishme, ajrim dilte sa herë të doj, para se kushtet ishin me lagështire me të gjitha në burgun e Bëmçës, por kishte të gjitha kushtet, imagjino në një kohë që qeverisja e Partisë Demokratike në atë kohë 92, 96, 97 ka qenë edhe më e rrept. Kështu që e njoh mirë ish drejtorin e burgut, i cili më pas erdhi specialist i lartë i burgjeve në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, në momentin që e komanduan drejtor burgu në Peqin, me fjalë e arrestuan për një ngjarje që ndodhi në Peqin dhe ka dalë tani ndër më të mirët që ka pas policia e burgjeve dhe burgjet e Shqipërisë. Kështu që unë nuk e qasë një prese që vendimi për zotin Meta është vendim politik për ta mbajtur ende, me fjalë nën akuzë, nën gjykim, derisa ta nxjerrin të lirën. Po mirë, do më japësh një përgjigje sinqert këtu. Sot zonja Kryemadhi deklaroi pasi doli nga seanca gjyqësore se tashmë betejën e kanë me opinionin publik. Me vetveten dhe me opinionin publik. Mos ndoshta në rastin e tyre, edhe nëse nuk ka një dosje të kopsitur siç pretendoni ju, por ka një opinion publik deri diku të konsoliduar që këta protagonistë të kaq viteve në politik nuk duhet t'ja hedhin pash, pra në thonjza një gjyq publik. Shiko, akuzat për politikanët janë më të ndryshme për secilin politikan. Ku ka akuzat edhe për mua, që jetoj vetëm në shtëpi, s'kam as pronë asgjë. Pra e kam fjalën e kanë shumë vështirë të bindin opinionin publik në pafajësi, e kam fjalën. Jo, ata për gjithçka është akuzuar, përfolur, perceptuar në gjithë këto vite. Shiko, është përfolur. Nuk janë të vetmi, po them që. Sigurisht, po janë të përfolur janë edhe ministra, ish ministra të 2 kampeve politike, por unë duhet të them një të vërtet, me fjalë, që të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë dhe duhet të binden. Zoti Meta dhe Monika thot për gjyq publik, për t'i bindur për akuzat që ata janë ndaj këtyre, sepse nuk ka fakte, nuk ka prova, janë thjesht në kodrin e thashe theme me radhë. Nëse ka prova dhe fakte, shumë mirë, mund të dënohen, me fjalë edhe duke qenë me një mas tjetër sigurie, në detyrim paraqitje pa arrest shtëpie, sepse nuk kanë bërë. Çfarë kanë bërë ta? Ka bërë vrasje? Çfarë ka bërë Ilir Meta me radhë? Ndërkohë që çfarë nuk po ndodh në Shqipëri, me gjithë dëme, miliarda euro, krime, vrasje me pagese, çfarë nuk ka në Shqipëri dhe vazhdojnë të jenë të lirë, të zhdukur që nuk gjenden gjurmët e me radhë. Kështu që unë nuk i e qas një lloj presje, se nëse ka këtu kokë të krimit e të korrupsionit,
e të gjithë bëmave të këqija që i ka bërë këtij vendit, të shpopulluar, të varfëruar edhe të rrënuar tashëm, është Edi Rama, i cili ka kapur të gjitha, s'ka ndodhur asnjë në asnjë qeveri. Unë kam qenë drejtues vendor, kam qenë deputet, njoh mirë ekzekutivin, njoh mirë pushtetin lokal, nuk ka ndodhur ndonjëherë marrje të gjithë kompetencave tek një njeri. Me fakt ky ka kapur të gjitha institucionet dhe çdo gjë, e mbolli Shqipërinë me drogë. Tani të gjitha PPP-t me hakshë, me të gjitha i ka të gjitha me fjalë nën komandën e vet. Këtë do ky lëshon. Se ke Agasin për shembull, të arrestuar sot, po lëviz i lirë. Drejtoresh në Akshit, me gjithë ato bëma, është e lirë. Kurse për Ballukun e kam thënë në çdo studio dhe e them është e vetmja, për mua është burr, ja mblodhi, ja bëri 8-2, bravo i qoftë, e ka ditur që mos kishte fatin e gjyshit të vet, me fjalë Beqir Ballukut, e ka ditur diçka ka në të gjitha të dhënat, sa thon ka video për Ramën, sa thon ka përgjime, punë e saj, por që diçka ka sepse Rama nuk pyet për Ballukun. Rama të lëshon si lëshoi Ametën, si lëshoi Lefter Kokën, e përdori, sa e futi një birr me kokën aty e mori dhe nasipin, dhe pastaj e futi në burg, siç për keq përdori Beqan, Tahirin, që tani Tahiri nuk po del më në skenën politike, me probleme shëndetësore, më thanë që këtë doli nga burgu, e gjitha me radhë, pra dako jakullore, se shumë të tjerë që ai i keq përdorte dhe i shtrydhi. Kurse në rastin konkret, me fjalë, Balluku, bravo i qoftë, veshi pantallonat, i tregoj që unë jam burr, nuk jam femër siç mendon ti. Po pse në këtë rast nuk mendoni ju siç mendon opozita në përgjithësi që për gjithçka akuzohet Balluku në të vërtetë? Po s'është Balluku, është Rama. Ka bërë Rama? Tani Balluku ka qenë zëvendës. Dhe kjo është dhe arsyeja e këtij të fundit që Tani Balluku ka qenë zëvendës kryeministre. Nuk e ka lëshuar siç thoni ju, ë? Balluku ka qenë zëvendës kryeministre, që do të thotë që pa kryeministri nuk bën asgjë. Unë kam qenë zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve, pa drejtorin e përgjithshëm nuk bëhet dot gjë. Pra dhe nëse Balluku ka marrë për shembull 5 milionë euro, 55 tjera i ka marrë Rama, pra po themi në rastin e tunelit. Pra çdo gjë është ky në mes. Ky dhe pse i ikën këtij të gjithë besuarit. Pra me besuari në thojza seksere çdo gjë, ishte një Llagaçi. I iku, është në tim, thonë iku, nuk e di. Endre Fuga iku, me fjalë Vali Bishga iku, shef e kabinetit, praktikin të gjithë të besuarit sepse e panë që se si i kishte keq përdorur. Ish ministre e shtetit Ermonela Fela që nuk filmosi për iniciatorët e dogji, se vuri as deputet asgjë, 2 herë ministre apo zënë sekretar e parlamentit, pra ky njeri të përdor dhe të shtrydh. Ndryshe nga Luli që vetëm të gënjente, ky të gënjen, të futet në burg dhe të flak. Tani kanë dalë disa zëra kundra, ka dalë Spiro Pali, kanë dalë Fatmir Xhafa, dalin sa të tjerë si Petro Koçi apo si Albert Mala që thonë që s'ka lidhje me Partinë Socialiste, shpresojmë që të ketë një ndryrje në faktori ndërkombëtar, se ky njeri për karrieren e vet ç'a nuk bën, imagjino tani, është bërë dhe çifut tani. Njëri musliman, njëri ortodoks, tani çifut, vdes për Izraelin, po vdes për Trumpin tani, po del kundra Europës. Pra një njeri që vetëm për karrieren e vet, për t'i bërë, i ka futur shqermin në fyt popullit vet, duke varfëruar, shpopulluar dhe katandisur si mos më keq, edhe e man mirë me bandit, oligark, shtet policor, edhe për të lobuar me ndërkombëtarët për interesat e tij. Edhe karrierës vet. Okej. Tani për shkak të situatës në të cilën ndodhet Partia e Lirisë në raport me njerëzit e saj kryesor dhe llogarinë e tyre të hapur me drejtësinë, në gjendje është sot, sepse ju e pranuat edhe vetë që deri diku Rama ja arriti qëllimet. Domethënë ju prisni që një ditë të rikthehet Meta, që të mund, po themi, të gjallërohet Partia, apo nuk ka më shanse? Rama e arriti një pjesë të qëllimit, sepse vetë edhe ju në keni media me radhë, një pjesë të strukturave të ish-lësisë me fjalë i mori, i pozicionoi në punëra të ndryshme, por Rama se ka problem, këtë gjë ka ndodhur edhe tek Partia Demokratike, pra është gati të shesin socialistës, s'ka lidhje me ta dhe vetëm të mbaj... A ju drejton Meta nga burgu dhe të mbaj karrierën si po, sigurisht se flet edhe në telefon, bën edhe takime, është sekretari i përgjithshëm, lidhet kryesia, unë jam drejtues politik në Qarkun e Beradit, kam marrë masat që tani Partia e Lirisë do dalin për këshilla del më vete, kurse për kryetar bashkie është bashkë me opozitën e bashkuar në ato bashki që ne do kemi marrëveshje, dhe në këshilla kemi filluar punën gjithtani me fjalë për të vendosur listën e këshilltarëve që të fillojë puna edhe në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Pra në zgjedhjet e ardhshme lokale bëhet në këtë platformë, kurse në zgjedhjet e përgjithshme që edhe mund të ndodhin, zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në të njëjtin kohë që unë besoj dhe shpresoj që sistemi të jetë krejt ndryshe, pra nuk është sistem ky me lista të mbyllura, është vrastar
për opozitën sidomos se Partia Socialiste është një parti dhe i ka në rresht të gjithë, me fjalë ka një sistem të mirë organizuar, kurse Partia Demokratike duam ne ka dhe alehat, duke dhe një çamve, kaq lësisë, kaq drejtë e njeriut, republikanë, fillon xhelozia, nuk punojnë, listat e mbyllura me atë, kurse Partia Socialiste është në një vijë, nuk është me alehat, është e vetme dhe punon me një strukturë të mirë organizuar, kurse brenda opozitës ka xhelozi. Për shembull, drejtues politik i Partisë Lirisë mora 5300 vota dhe në Beratin e Majt, në qarkun e Majt, ndërkohë që deputet janë bërë me 3000 vota në qarkun e Beratit, a Partia Socialiste, me 4000 vota Zegjineja, me 4000 është bërë ministër Toni Gogo me radhë, kurse unë në qarkun e Majt mora 5222 vota, ndërkohë që s'kisha dhe numërus në gjithë qendrat e votimit në Berat, Poliçan edhe në Dimal. Pra, për mos thënë që kam dar shembull në Partinë e Lirisë në shkallë republike. Pra Ilir Meta 17.000 ca vota në Tiranën, që është shumë herë më madhe me fjalë dhe me 2 deputet, ndërkohë s'pata deputet, isha vetëm, ndërkohë që Axhinas to pati dhe një tjetër në Elbasan, 2 veta i detyrën e rrugëve dhe morën 2800 vota, pjesëtuan për 2 këto, 1400, e njëjta gjë ndodh në Fier me 1300 vota doli deputet. Berati ishte qarku i Ilir Metës që duhet kishte deputet në listë të mbyllur. Unë pretendoja të isha në listë të mbyllur, por jam në natyra që kam sakrifikuar gjithë jetën për ballem në vështirësi, i tillë kam qenë, edhe gjithë objektivi im është për të qenë drejtues vendor dhe mos ikim më nga ai post derisa të më ndëshkoj populli me votën e vet. Drejtues unë me deputet në Kuvendin e Shqipërisë, sidomos me këtë sistem të fllihur elektoral, nuk pranoj. E vetme rrugë është kryebashkiakun e Kuçovës vijon, ëh? Pa, është betejë me një drejtësi me 2 standarde. Me fjalë vazhdoj ende. Çfarë të thon nga prokuroria e posaçme? Ja po ta jap. Vjesh në dieni të ecurisë? Jam në dieni të ecurisë, pra edhe një herë është i vetmi rast në Shqipëri që Hajdari mbahet në detyrë për falsifikim vulesh dhe stampas dhe mos deklarim të veprës penale të kalimit paligjshëm kufirit duke qenë i pranishëm në sallën e gjyqit në Greqi, 2 herë të përsëritur, nuk ka ndodhur asnjë rast tjetër që KQZ-ja të mbaj në detyrë, madje as të kandidoj, jo më ta mbaj në detyrë. Rasti i parë që Selibashi mbajti, duke justifikuar me rastin e ish kryetarit Malësis Madhe që s'kishte lidhje fare me këtë, i cili ishte thjesht në hetim dhe në gjykim por asnjëri i dënuar. Të gjithë të tjerët që kanë qenë që kanë fshehur dënimin në formulën e dekriminalizimit, të gjithë me fjalë kanë lënë detyrën. Duke filluar që nga Roshi, nga Reovica, nga Çakaj Qifja, Rakipi, Doka e shumë të tjerë kanë lënë me fjalë detyrën. I vetmi rast. Po në këtë rast pse ishte ky rast? Pse mbajti këtë rast? Janë këtë rast e mbajtën. Unë e ankimova në KAS. KAS ja ktheu Celibashit prap për ta liruar nga detyra. Ndërkohë që ç'a bën avokati i tij i shtrenjtë Dhori Sullaku, bën ankimimin bën padin në gjykatën administrative të Tiranës kundra vendimit të KAS që ta mante situatën zvar, vëm bashkë me avokatin e nderuar Langozi, i cili ka qenë shumë luftarak në gjithë betejën time ligjore, edhe në SPAK, por edhe në ndaj oligarkut dhe Hajdarit në Kuçov, vajtëm në gjykatë administrative të Tiranës, e cila na than na vjen keq për është me leje lindje gjyqtarja. Pritim ne sa të lindë gjyqtarja mbas një viti, vajtëm se s'këshndrojnë ata, kur mbas një viti na njoftojnë që hajdeni, vëm që në seancën e parë zoti Langozi kërkoi mos kompetencën e kësaj çështje nga gjykata vendosi mos kompetencë dhe ja delegoi përsëri Celibashit. Tani unë nuk po merrem vetëm me Celibashi, se nuk më intereson largimi i Hajdarit në këto momente, përveç se arrestimi i tij. Se po u largua Hajdari në këto momente, të vjen gjithë qeveria aty, edhe është e pamundur fitoreja e bashkisë. Mbas një vit janë zgjedhje në gjithë Shqipërinë, edhe unë do e fitoj atë bashki me socialistë ndershëm dhe demokratë opozitar të ndershëm. Kështu që ka vajtur në SPA kanë bërë 11 kallëzime, me fjalë shtati kanë bërë, 4 ka bërë avokati me qytetarët e Kuçovës, zoti Langozi, dhe nga këto, me fjalë unë kam marrë një përgjigje zyrtare nga Dumani në largim momentet e fundit, që më thotë që për 4 çështje jemi në hetim, jemi në proces hetimi. Për 7 çështje të tjera nuk më jep përgjigje. Edhe unë njëherë i marr prap 7 çështje të tjera, se thash Allah posta, se po flas në gjuhën popullore, mbasi në post tjerë se çu sa të keq që kanë bërë këta. I mbyll në post kallëzimin dhe jo në SPAK. Mund të ndodhi që në post i marrin ato, post tjerët njoftojnë
bën në një pazar ku ta dim ne. Edhe unë i kam çuar përsëri edhe dorës, edhe në 2 posta, me fjalë 7 kallëzimet e tjera. Të gjitha kallëzimet që i kam çuar, e kam thënë dhe them, nuk ka spak mbi tokë dhe nën tokë që mund t'i mbyllin ato etime, se janë të provuara, që nga Salilari me fjalë për dy kallëzime, 4 milionë euro, një tender korruptiv të Sinecit në zonë të mbrojtur pa leje mjedisje në tokë të Gramshit, ndërkohë që është bërë ujësillësi kohën e qeverisjes Partisë Demokratike në 7 fshatra dhe ujë nuk ka për ata banor, ndërkohë dhe 2 kilometra asfalt mbi asfalt pa procedurë tenderimi krim elektoral nga Salilari, ndërkohë dhe mjetet me çakull që i kapën banorët e Lumasit dhe i dëbuan mjetet e Salilarit, pa llogaritur pasaj tender qenësh që çfarë kemi bërë, Viola Grini i pastrimit e shumë të tjera deri në pastrim parash. Pra kemi akuzuar Ajdarin që vllai i tij Angelo Kristos ka ndëruar emër në Greqi, ka disa vite që ka ikur në Angli dhe janë punonjës të bashkisë dhe të Keshit ku ky ka qenë drejtor Keshi që çojnë nëpërmjet Hapi Bank lek. Vllai i tij ka 2 apartamente sot në Angli, me fjalë që ne ja kemi çuar spakut dhe ndërkohë që un kam 2 vëllezër në Angli dhe ende nuk kanë bler shtëpi. Njëri ka marrë shtëpi dhe e ka marrë për 30 vjet, sepse një apartament në Angli bën mbi 1 milion pound, 800.000 1 milion pound. Ky ka 2 të deklaruara. Edhe i kam thënë diç paran spakut. Por e shikoj që janë të lidhur keq, është lidhur politika, oligarkia, po iku Ajdari, ikën Salilari, tani është Ervin Demo që mbron Ajdarin, po e keq përdor, po me njerëz dhe vetë të afërt po marrin mbështetësit e tij tendra atje, dhe ecin në synimi që Kuçova Shemajt edhe sado që lufton Lefter Maliqi nuk ka për ta fituar bashkinë, sepse mendojnë të në një pazar që mund të bëjnë tek e djatha, por unë po i them hapur edhe këtu në studion tuaj që socialistët ndershëm janë aq shumë sa që do thyejnë këto kandidat që të jetë në Kuçovë. Kështu që kësaj radhe jam shumë optimist, me kem në tokë, sepse kam komisioner, kam numërus, kam KZZ, kam një barabar, sepse herën e parë unë humba me 400 ca vota, por kisha kandidat Ali Behet i cili mori 758 vota, humba me aq vota sepse më ndurruan 8 kuti, humba me aq vota se s'kisha komisioner, numërus, vëzhgus, me fjalë s'kisha fonde. Pra, Partia Demokratike ishte pa vull pa gjë. Kurse kësaj radhe njoh çdo rrugic të fshatrave, çdo rrugic të lagjeve, njoh çdo gjë, çdo abuzim, çdo vjedhje, edhe se si është lënë Kuçova në mesjet. Dhe un kam një bindje totale që Kuçovën do ta kthej shembull në qahun e Beratit dhe në gjithë Shqipërinë, duke hequr tendat korruptiv dhe duke vajtur para përgjegjësisë këta abuzues që janë tallur me atë popull. Tani, fole pak më herët për xhelozi dhe mungesë meritokracie në radhët e opozitarëve etj. Sikurse të kam dëgjuar edhe retorika jote dihet tashmë për kritika edhe në raport me strategjinë që po përdor opozita përmes këtyre lloj protestave që po bën për të rrëzuar regjimin e Ramës. Ti je me një qasje më direkte, më agresive për kundër pushtetit pra, për të qasur. Çfarë rezervash, kritikash ke ndaj opozitës dhe gjithçka kjo e fundit po bën tani, me këtë linjë protestash që ka përshkallëzuar deri diku? Unë rezerva mund të keme të forca ku aderoj. Jo, patjetër. Por, pa aderoj sepse unë kërkoj që të marr gjysmën sa që më takon. Por nuk kërkoj asgjë më shumë, sepse detyrimi im është me ata njerëz që mbështesin. Se nuk mund të zhgënjej her pas here ata njerëz, se po të jetë për veten time, unë vazhdoj karrierën. Për shembull, protestat që po bën opozita, që ti merr pjesë. Opozita e bashkuar të kënaqin në protestat e fundit, pra në fillimisht para dy protestave, jo këtë të parlamentit, me fjalë unë kam dalë në studio dhe kam thënë hiqni dorën nga fjalimet, hiqni dorën nga dritat. Me fjalë se i lodhët njerëzit dhe me na. Tani ka ardhur koha që pra ti je për shkallëzim. Unë jam për shkallëzim. 2 protestat e fundit, siç që edhe ajo te Vila 31 me radhë, me fjalë që për mua janë për më shumë, duhet më shumë revolt. Po çfarë mund të arrish me atë lloj përshkallëzimi që pretendon ti? Po ta them unë. Me fjalë, unë pres nga data 22 të jetë edhe revolt edhe më e madhe, sepse edhe vendimarrje më të mëdha, në mënyrë që protestat janë më të qëndrueshme. Unë kam qenë nga ata që kam thënë që të marrim marshimin edhe në Surrel, edhe atje se ka livadë atje dhe mund të rrim atje, marrin edhe bukë me djathë edhe ullinj, e domate edhe rrim atje. E me radhë. Atë ngrini një çadër atje. Rrim edhe në shesh atje, se tani është praver, nuk është ndonjë problem. Nuk ka shumë që rezistojnë si. Nuk ka, besoj që ka, sepse u ka vajtur aty. Po janë mësuar me komoditet? U ka vajtur aty komoditet, janë mësuar deputetët. Po jo. Po pra po, jo qytetarët e thjeshtë,
një pjesë e deputetëve mund të jenë mësuar. Tani, unë mendoj që me gjithë këto skandale kjo qeveri ka rënë, unë mendoj që rezistenca do të jetë më e madhe, revolta do të jetë më e madhe dhe besoj dhe të ndryrë faktorin ndërkombëtar, sidomos e Bashkimit Evropian. Pra, po të veshëre tani dhe Gjermania pothuajse me fjalë shumë kritik Brukselit ndaj Edi Ramës dhe mendoj që do ta detyrojnë për zgjedhje. Por e kam thënë dhe them që Partia Socialiste është në fushat. Partia Demokratike pothuajse 40-50% është fushat. Partia Socialiste po t'i veshëre me fjalë Rama i ka mbledh disa herë dhe u thot deputet dhe struktura vazhdoni punën me njerëzit në bazë. Dhe kam një hall, një merak e kam që mund të japin dorëheqje edhe për 6 muaj apo 7 muaj të kalojë zgjedhjet parakohshme dhe na gjend pa përgatitur. Dhe thirrja ime ka qenë dhe mbetet që do të jemi shumë të përgatitur sepse edhe zgjedhjet lokale i kemi afër. Shpejt e zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike, sigurisht në zgjedhjen e leadershipit dhe strukturat të Partisë Demokratike dhe në degët ka pas pakënaqësi siç ka në çdo lloj force tjetër politike, po thirrja ime është e sinqertë. Pavarësisht pakënaqësisë, Partia Demokratike mbas këtij procesi zgjedhor, që është deri në datën 6 qershor, me fjalë duhet se s'bën të hapet. Me fjalë të thithin sa më shumë në bazë. Pavarësisht dhe unë besoj që leadershipi të ketë një ndryshim. Pra, na Berisha dhe poshtë, me fjalë të ketë një lloj frymare, një lloj ndryshimi në mënyrë që përballet të jetë dinjitoze dhe thirrja për bashkim të jetë e sinqertë me gjithë partitë e opozitës për një përballje dinjitoze me këtë regjim, i cili nuk fal pushtetet e Rama. Rama të jep tender. Rama thot Lefter do në një tender, për shembull, si emër, Lefter do në një leje ndërtimi, po pushtet jo, bashki jo, asnjë, sepse bashkia prodhon deputet. Një kryetar bashkie prodhon një deputet ose një deputet e gjysmë. Varet se i zoti je, kurse një leje ndërtimi nuk prodhon deputet. Një tender nuk prodhon deputet. Pra ky nuk të fal dhe pustetsi nuk jep. Prandaj përballet se më thot disa mua mos do lëshoj në një bashki Rama. Jo, nuk lëshon, sepse pushteti lokal nxjerr deputet. Nëse u marr bashkinë e Kuçovës, unë atëherë përballem me të majtën siç duhet në qarkun e Beratit, sepse kryetari i bashkisë në një qendër votimi e kam thënë, në një qendër votimi me 300 veta, ti ke një kryeplak, ke 3 veta punonjës të bashkisë, 20 veta që jep për kraje sociale, u bën dhe një rrugë. Pra ti e ke të kapur zonën. Bashkia është ajo që ti jep fitoren. Masakrë elektorale, dakord jam unë. Masakrën doli në Kavaj. Pse fituam Kavaj? Partia Demokratike masakrën doli edhe Fushkruj, edhe në Puk. Jo, këtë pyetje do ta bëja unë ty. Edhe në Puk, edhe në pra në zonat që ne kemi fituar, sepse është kryetari i bashkisë. Pra në momentin që ti prandaj krimi mi. Dakor, tani vjen pyetja ime pasuese që ja bëj çdo opozitari këtu. Mendon ti se Sali Berisha duke qenë në krye të Partisë Demokratike në këtë moment ju ka prishur punë? Me qënë se jemi tek analiza e individit dhe të fryma dhe tek pesha që ka në elektorat. Unë kam thënë dhe them që Sali Berisha një vit ishte në arrest shtëpie, e mbajtën të izoluar, doli mbas një viti s'kishte as 2-3 muaj kohë, që u përgatitën listat me këtë sistem të mbyllur të korruptuar dhe me aleatët të cilët kërkonin me fjalë sa më shumë mandate dhe morën gjithë ato parti, kush 1, kush 2 e kush ne si PL që morëm 4. Pra vetë ju filloi një xhelozi e brendshme dhe një luftë e brendshme në brenda edhe koalicionit, por edhe drejtuesit politik, unë kam thënë dhe them, një pjesë e tyre nuk do të jenë më, për mua, për exempel për forcës tjetër politike. Pra dhe unë, si drejtues politik i Partisë Lirisë, nëse do kisha dështuar në qarkun e Beratit, kjo është thirrje e Partisë Lirisë, duhet të jap dorëheqje për të japur rrugën një tjetri. Kështu që këtu nuk njihet akti dorëheqjes, prandaj e thash kur më pyete që në mbas 6 qershorit, unë mendoj që Partia Demokratike do vendosin pikat mirë. Një pjesë e drejtuesve politik duhet ndërrohen, u bën deputet ta gëzojnë mandatin, por duhen njerëz energjik që të përballen me të majtën, sepse mund të ketë nga ata edhe që filtrojnë me të majtën, mos na duket ndonjë habi. Po dakord, po ti mua nuk më dhe përgjigje. Sepse ti je vetë prezent në çdo protestë dhe kaq shumë pakënaqësi sa ka ngjallur pushteti i Edi Ramës në gjithë këto vite në popull. Pse nuk janë aq masive protestat sa për të dridhur, po themi, karriken e kryeministrit? Sepse Rama A çedon ajo pjesa që të pyeta, a ngjall frym Berisha, mos është problemi aty, mos duhet një frym e re në mënyrë që të shndrohen në alternativë të shpejtë? Frym Berisha të gjithë dim që ngjall.
optimizëm për sjellje. Se je Jo, fan si dakord, Sali jo. Berishës, kështu që. Jo, dakord, me fjalë që Edhe pyetja kërcet. por unë e kam thënë zotit Berisha në takim, me fjalë që besimi i elektoratit zotit Berisha, sigurisht që ka dhe pakënaqësi, është, por me fjalë disa drejtues duhet të lëvizin, edhe poshtë vetes, sepse themi atë që duhet edhe një lloj balancimi midis edhe krajinave, Shqipëria e Jugut, Shqipëria e Mesme, Veriu e gjitha me radhë, dhe duhet edhe një frym për element të cilët me fjalë për sjelljen imazhe të gjitha me radhë. Unë kam thënë për shembull, Jorito Tabaku mori vota, Ali Mehmeti mori vota, janë shumë të tjerë. Nuk e fsheh Murrizi, Dogjani, këtu në Tiranë po themi ne, me radhë. Kalaja, pra janë njerëz që kanë marrë vota dhe duhet të afrohen, duhet bashkuar të gjitha me radhë. Do gjetur dhe rrugët e komunikimit sidomos mbas 6 qershorit edhe me Agron Shenjë, edhe me Lapajn, do të gjetur të gjitha rrugët, sepse unë kam thënë për Lapajn për shembull në qarkun e Beratit nuk e prisja, po mori 5.000 vota. Pra nëse ne morëm 22.000 si opozit, mori 6.000 vota Lapajn, pati i kandidat fort në bashkinë e Dimalit, 2.000 sa vota në Dimal. Kështu që do gjetur një gjuhë me fjalë me këta. Unë si kandidat për kryetar bashkie, nuk u çov, jam i detyruar të ulem me Agron Shenjë, të ulem me Lapajn, të bashkëpunoj me gjitha me radhë. Gjë që duhet ta bëj qendra, dhe nëse nuk ta bëj qendra ta bëj unë, sepse është interesi i fitores dhe i shërbimit të njerëzve, duke u dhënë dhe atyre atë që i takon. Sepse dikush ka 500 vota, dikush ka 300 vota, por bëhet fjalë për 5 vota, për 3 vota unë bashkinë. Në qartë. Tani janë zgjedhjet në 23 maj për kreun e Partisë Demokratike. Berisha jo zyrtarisht, por thuajse e ka shpallur sërish kandidaturën. Kundërshtar ende nuk ka, edhe pse flitet për Ervin Salianin, ndoshta për Evi Kokalarin, Alesia Balliun. Si të duket? Unë them Apo që nuk ka dyshime konfirmimi? Me shpalljen e zotit Berisha si kandidat, unë them që mirë është jeni 120 që 30, sepse mirë i bën demokracisë, por të gjithë e kuptojmë që fitore është e padiskutueshme për zotin Berisha. Fitore për të qenë opozit. Berisha iku. Po jo fitore për të ardhur në pushtet. Berisha iku në 2013. Se këtë e keni kuptuar këtë apo? Jep të japun. Berisha. Se jeni mjaftuar me këtë, duket. Tani Berisha. Pëlqen opozita, se ka gjatë, fillon të të pëlqej pastaj. Berisha iku në 2013. Për të mos u kthyer më, ja la një djalë të ri dhe ne mendonim që do na çonte në fitore. Beri ca pazare, ca marrëveshje, e ca gënjeshtra e mashtrim e radh edhe të një individëve që një ndërta jam dhe unë që kishim pesh elektorale dhe ky ka qenë momenti i largimit tim nga zoti Basha, kurse Berisha tani është rikthyer në mision. Ai unë them që Berisha do ikin, po do ikin si fitues. Dhe do të gjejë të gjitha. Po si fitimtari i zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme, po unë kam i besim që do ta mundin, sepse zhgënjimi është i madh. Po Rama humbet vetëm po iku me qeveri teknike. Me qeveri teknike, jo, maji që kaloi ishte histori tjetër. Se me muaj ndryshoi zhgënjimi? Ishte histori tjetër, se ishte në arrest shtëpie, zoti Berisha, metën e arrestuan, me fjalë dhe përdori të gjitha asetet, me fjalë që masakrën elektorale që të gjithë kemi thënë, pavarësisht masakrës elektorale, kishim dhe gabimet tona, unë vetëm një ndër personat që kam thënë që kemi pas edhe në gabimet tona në listën e deputetëve apo në kompaksimin dhe programimin e ndarjes sipas zonave në fushat elektorale, dhe mendoj që përdorimi të gjithë, falje 100.000 lekë pensionistëve, falja e gjobave, ndryrje bandave oligarkëve, gjitha këto janë të faktuara gjitha me radhë. Kështu që unë prandaj zoti Berisha po kërkon revolt, protesta dhe qeveri teknike. Pra nuk je për një të ri Saliani apo dikush tjetër për të marrë drejtimin e PD-s, nuk je për ndryshim. Unë jam për ndryshim brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe të opozitës të bashkuar për futjen e frymës dhe të bashkimit, por Sali Berisha i duhet edhe ca vite apo edhe ca kohë opozitës bashkuar. Mirë, tani ndryshojmë temë, ka gjithmonë shumë për të thënë në politikë, por koha është e limituar. Unë do doja të komentonim si një njeri që i njeh edhe nga brenda strukturat e policisë së shtetit, nga eksperienca, gara që po zhvillohet për të pasuar Ilir Prodën si krye polici i vendit. Janë disa kandidatura, procesi vijon, ka disa të përfolur si fitues potencial. Si e sheh këtë proces si fillim?
Është garë formale, drejtues do të bëhet ai që do t'i thoj Troplini apo Suel Çela apo dhe Agasi në lëvizje Ramës, keqardhje për trupën e policisë shtetit, se vinë nga i formacion edhe nga jo strukturë. Policët thjesht janë njerëz të ndershëm, kurse drejtuesit e policisë janë të emëruar nga krimi, bandat, edhe e morëm qafë këtë vend pa sigurt. I vetmi drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit që unë nuk e kam njohur nga afër, por që e vlerësoj me fjalë për korrektësinë e zbatimit të detyrës, ishte vetëm Gledis Nano, për të cilit unë kam thënë që në fillim që ky e ka të shkurtër karrierën. Që kur vajti aty me 1 muaj punë, 2 muaj punë, thashun ky e ka shumë të shkurtër dhe mënyrën se si kisha edhe komunikimin me mirësjellje me të gjitha, se unë i kam çuar 1-2, nuk e njoh mesazhe, po me mesazhe që i kthente me mirësjellje dhe në kuptimin ligjor. Edhe pash që Rama nuk do njerëz që zbatojnë ligjin, po do njerëz që i shërbejnë atje, pra nuk do. Unë dhe te Burgjit kur isha zëvendës drejtor, u arrestuoti Arben Çuko, ishte drejtori i përgjithshëm i burgjeve, dhe vjen Stefan Çipa, dhe i kam thënë Stefanit në zyrë, mi serdhe dhe e njifja, që javën e dytë i kam thënë që kështu si punon ti, do rish as 5-6 muaj. Jo, më thama. 5-6 muaj dhe 5-6 muaj hoqi për punë të mirë, sepse nuk i shërbente klaneve të zotit Rama, të njerëzve që ndanin tendra dhe bënin abuzime drejtorinë e përgjithshëm të burgje, po ashtu siç në çdo drejtori të tjera. Unë kam qenë i vetmi që kam bërë 2 interpelanca me ministrin e drejtësisë për ish drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili, dhe sot është në hetim si grup i strukturuar për akrimin e faqes së Spakut, është në gjyq, ka kaluar proces gjyqësor. Pra, ky shtet pothuajse është i marrë peng, këtu ka vetëm një emër, këtu ka një drejtor përgjithshëm që është Rama, një ministër që është Rama, çdo gjë këtu është vetëm Rama. Dhe kjo është një keqardhje e madhe. Nëse kohën e Berishës kishte ministër rendi që me bënte siç duhet, ishte Oldashi, po e dinim që ishte Oldashi, e dinim që ishte ministri i financave Ridvan Bode dhe kishte autoritetin e vet, Genc Ruli kishte autoritetin e vet, pra ishin disa ministra të cilët kishin me fjalë dinjitet e mëra. Në rastin konkret, unë nuk i njoh ministrat, me thënë drejtën. Çfarë janë këta? Ku diun si e bëjnë karrierën? Janë ndruar edhe shumë, janë ndruar shumë sepse ky i përdor sipas qefit edhe nuk jep as kompetenca. Ky thotë je ministër rendi, thotë për zjarr fikse për gjëra civile. Pse Ministria e Brendshme është një vend ku nuk ka ministra shumë jetë gjatë? Po sepse aty është bota e krimit, e cila është e lidhur me të parin, nëse nuk është e lidhur me të parin, atëherë do ketë jetëgjatësi, se ka pas jetëgjatësi, për shembull, po them unë ty, Spartak Poçi, kur ka qenë ministër, ka qenë 2 vjet e ca, e me radhë. Neritan Seka ka qenë 2 vjet e ca. Oldashi ka qenë 2 vjet e ca. Pra, kurse në kohën e zotit Rama nuk zgjashën më shumë se 6 muaj, 1 vit, 1 vit e gjysmë ikin. E mori Sandërleshin, e trumpetoi, e ushtarake, bile Sandërleshi e mbroi dhe drejtorët e burgjeve të gjitha. Gjithë drejtorët e burgjeve, si këshilltari i kryeministit, i mbroi Sandërleshi, ja kam thënë në parlament. Edhe të gjithë drejtorët e burgjeve, sa e mbroi ky, hoqi ky tjetri që është sot në gjykat. Pra të gjithë ishin njerëz të përgatitur nga ana e disiplinës ushtarake dhe ligjeve. Kështu që këtu nuk ka. Drejtori i përgjithshëm do bëhet këdo Rama, këdo i thon këto konsultimet me vllain e tij, Olsin, me tjetrin, edhe me këto lidhjet e bandave që janë, sepse do t'i shërbej atyre. Se iku Ilir Proda, mendon? Po sepse iku Agasi, ku diun lidhjet e tyre, ku preku interesa, ku dobësua njëri, lidhjet, përgjimet çka kanë dalë. Edhe mbasej tha Balluku, duhet ta heqësh ta. I tha kryeministja në ije, Balluku i ka thënë duhet ta heqësh. Dhe tani ajo ta vendosin. Drejtorin e përgjithshëm. Ajo ka vendosur 4 ministra, hoqi Spinopalin, kështu që i lumt, për mua është bravo i qoftë. I kanë ngjarë gjyshit, që nga me forcë e gjyshi, ja mblodhi këtij. Me fjesë sa merrte mendja, po që nga i rrov gjatësia 2 metra aty, kjo e kputin mes. Tregon që kjo është marrë me sporte të rënda, sa që ka frikë ai se mos edhe aty ku është surrel, ose më pend. Mirë, si një njeri me eksperiencë në këtë drejtim, si do ta përshkruaje gjendjen në cilën ndodhet realisht sot policia e shtetit? Leadershipi i saj. Me fjalë, policia e shtetit tash jashtë misionit të saj. Do, për te asaj qansjes politike, dua një pyetje jo, pyetje unë, po ma bën pyetjen sikur dua një analizë më teknike. Po ta jap pyetjen si ish pedagog i Akademisë së Rendit. Pra, kam dhënë shërbimet e policisë edhe taktikën e policisë. Që do thotë, roli i policisë shtetit është
marrëdhënie të mira me publikun, pa besueshmëria me publikun, parandalimi, goditja e veprimtarisë kriminale, me fjalë edhe arrestimi. Pra, në rastin konkret, policia e shtetit po përdoret vetëm politikisht. I ke parë gjoba vend e pa vend, i ke parë që edhe për energji elektrike, parkim 2 shto tani në burg, me fjalë, pra, ose i përdorin për firma dhe për oligarkët e ndryshëm, me fjalë për prishje, shkatrime në bashkëpunim me policinë ndërtimore dhe me institucionet të tjera. Pra, policia e shtetit pothuajse ka rënë, edhe po t'i vëshëre, edhe komisariatet e policisë, me fjalë, po marrin Kuçovën, 10 policia në gjithë. S'ka pari, 6 policë gjithë, po qeshin, qa mos ketë krim, ku ta kontrollosh ti drogën, ku ta kontrollosh ti kriminalitetin. Pra, sepse këta e sfumuan kanë fryrë drejtoritë e përgjithshme me specializëm e me radhë, ndërkohë që edhe policinë kriminale këta pothuajse kanë rënuar, sepse detyra kryesore është e policisë kriminale. Ata i kanë dosjet. Ata kanë dhe dosjet që kanë zënë mykat, edhe dosjet e vjetra, edhe vrasjet që kanë ndodhur në 97-ën. Se janë dosjet pezulluara hetimore që kthehen në dosje për zbulim autori, por ka edhe dosje gjurmimi, dosje vëzhgimi dhe dosje sekrete. Pra, një oficer i mirëfillt i policisë kriminale, në bashkëpunim me agjentë e policisë kriminale, në bashkëpunim me spiuna, po e themi ne, se ka rrjetin sekret me kode, me fjalë arrin të zbulojë çdo gjë nëse ka vullnet. Po kur ai shikon që në momentin që ai vetë drejt një zbulimi, goditjet ose ikën nga Tirana vetëm Durrës, se po prek interesa, nuk ndodhin. Tani, unë kam thënë dhe them, shteti e kap lepri me qerre. Nuk ka gjë që ndodh në pallat dhe mos merret vesh, në lagje dhe mos merret vesh. Në Shqipëri ke e vendi vogël, polici kriminale, polici rendi, shërbim informativ kombëtar, SHKB, pra ke shumë institucione, ke edhe policë vullnetar, që duan ta kenë mirë me policinë e japin informacione për çdo gjë. Prandaj, unë kam qenë vetë shef komisariati, unë e dija shumë mirë se ç'a ndodhte në çdo lagje. Kush ishte kontingenti, se janë të evidentuar kontingjentet. Po pa të bërë një krim, një vjedhje, je regjistruar si kontingjent dhe je nën vëzhgim të plot. Tani, më thoni më ju kush e mbolli Shqipërinë me drogë? Na një lazarat në kohën e Partisë Demokratike, u mbush gjithë Shqipëria me drogë. Pse nuk e dinte policia? Ku ka gjë që mos di policia? Po kryeplaku e ka me ligj, futet në burg kryeplaku i fshatit, nëse lejon njeriu të mbjellin me drogë. Dhe ne dim shumë mirë që sot tregon vllai vllan, jo me tani komshiu komshin. Pra këto gjëra janë me orkestrim politik në mënyrë që vendi të orientojë në një grup, të mbyllet Shqipëria me drogë, të merrshin lekët, ta keq përdorte së Emir Tahirin, bëri një show të çojë në shtëpinë e bardhë, ata e keq përdori lekët për veten e vet për të bler diplomat edhe njerëz siç ishte ai me Gonigalit apo të tjerë mos u duket ndonjë abiju, se një ambasador po themi ne i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri mund ta ketë rrogën $20,000 apo një bashkim evropian $5,000, një le ndërtimi bën $2 milion, merri këto, futin xhep nëpërmjet në një oligarku apo në një sekseri politike dhe bën pasaj politikën e jashtme siç të duan ambasadorët apo kryeministët e vendeve të tjera, sepse ky abuzim, kjo vjedhje, ky korruptim që ndodh në Shqipëri nuk ndodh në asnjë vend të botës. Pra Rama nuk di se ku i ka lekët. Lobon, ai vjen, ai përqafohet me një tjetër, i filmon vet për tregë vëmendjen që ka mirë, edhe kur vjen puna populli i fut vetëm shqelmin. Populli von i shpopulluar, i varfëruar, tokat lëna të lira, pensionet skandal, rinia ka mbaruar, shkollat po mbyllen, qendra shtetësore po mbyllen, mjek s'ka, mjek janë kthyer tani në sekser. Vajta partijet e Nën Tereza, nuk e mande Nën Terezës, e çojtë senatoriumi, nuk e mande se ai, imagjino do futesh mik, të ndryja unë që ta mande me fjalë të shtruarin në gjendje të rëndë. Imagjino ç'a ndodh në Shqipëri, sepse duan ta çojnë te privati. Privati thot hajde te mua, e ke 100 euro natën apo 80 euro natën, ç'a do bëj ai shketi që aq leka. Tani, referuar pyetjes që të bëra, ti thua kryepolic, Edi Rama. Si i vjetër është Edi Rama. Pa, s'ka tjetër. Nuk ai do i vej. Nuk e sheh me interes. Jo, fare, sepse do vej këtë do ai dhe ka që është mbyllur kjo histori. Nuk ka, garat janë kot siç është BK-ja. Tani, kush u bë drejtues BK-ja? Vajti Gledis Nano te BK-ja, vajti. E vuri, i vuri vizën ai. Nuk bën me karrierë, kaq, mbaroi filmi. I vuri vizën ditë me bushatit, e përshqyr ditë miri që ngre zënin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E çfarë nuk po thot tani. Dhe kjo është e vërtetë. Po, këto ndryshimet e fundit që bëri në qeveri, se bëri lëvizjet edhe te Ministria e Brendshme për shembull. Vuri një grua, habiti jo pak, po e hoqi. Rama, Balluku, me fjalë si punë kamomilit. Po, jo, këta dy janë.
Në rregull? Pra qeveri Balluku Rama, Rama Balluku. Merr këtë dush të parin ti, po që bashkën. Mirë, pse nuk ka aty në polici ose nga këta kandidatët që janë profesionistë për shumë, se të gjithë në këtë vorbull Kush pyet? Ja po ikin unë të konkurroj aty. Do vetë kot, për shembull. Ose tjetër është kot. Pra janë kot konkurimet. Edhe në Akademi të Rendit kur konkurrojnë, është kot, është me listë partie. Edhe kur vinin në burgjit ishte me listë partie. Me ndryrje, i thosha unë si në drejtor burgje, mirë shikoj çik këta dy. Me të lutur, do të merrja lejet e drejtuesi politik. Ti fuzim këta dy apo jo? Po mirë, për llogari të kujt e posedo ka këtë policin Rama? Llogarit vetë, të vetë, të krimit edhe për shtyp propozitën. Kaq. Do që po pra, po të krimit e ka kryeministri nën kontroll sipas jush apo krimi është njësh, krimi është një me kryeministrin. Ke do që godet ai. Kur do që të godasin, godet. Dakor? Kas do të godasin, godet kryeministri. Palajmëroi Ervis Martinin? E palajmëroi. Ndodhi. Pra, palajmëroi anshi kokat njëri tjetrit, ndodhen disa gjëra. Ata që do ai nuk ndodh gjë. Ata që s'do e di vetë, i drejton vetë, se është lidhur, është njësh me krimin. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio. Mersi. Faleminderit të nderuar miq, pashoj që do të rikthehet sërish.